Mirë se erdhët në podcastin tim të parë, do të flasim dhe do t'japim informacione të cilat ndoshta ju nuk keni patur mundësi që t'i merrni diku tjetër dhe do t'jemi në tema të ndryshme që na përkasin të gjithëve ne, tema që na shqetësojnë apo problematika që sigurisht nuk do t'i japim dot zgjidhje, por të paktën do t'i japim zërin ton për të adresuar një problematik të caktuar. Gjej rastin këtu t'ju ftoj që të më lini në koment propozimet, sugjerimet apo temat që ju mbase do keni dëshirë për t'i trajtuar. Vendosa të bëj një seri podcastesh dhe tema e parë e podcastit do të jetë tregu imobiliar në Shqipëri, po kryesisht në Tiranë. Erdhi le të themi si nevojë e imja personale, pasi po kërkoja një ambient për të punuar dhe e kisha më se të vështirë për të gjetur diçka që më përshtatet edhe mua, por edhe financave të mia, xhepit tim prap, por shpeshherë këto janë le të themi vështirësi që ty të bëjnë të kthehesh pas nga ajo rrugë që ti ke nisur. Nuk u ktheva pas sepse më shtyn agjentët imobiliar. Me mua sot në podcastin tim të parë është një mikesh, Griselda Hallaçi, agjente imobiliare. Të falenderoj që u bëre pjesë të podcastit tim të parë dhe faleminderit që do t'japim një informacion të detajuar për gjithë ndjekësit. Faleminderit ty që më bëre pjesë dhe shumë kënaqësi të jem sot këtu. Në fakt, në këtë podcast unë nuk do t'jem vetëm, me mua do t'jetë edhe një bashk prezantuese, duke marrë shkas edhe nga vendimi i fundit i qeverisë shqiptare që në kabinetin e saj ka futur një ministre të inteligjencës artificiale, edhe unë vendosa, thash, pse jo mos t'kem dhe unë një bashk prezantuese të inteligjencës artificiale. Zana është bashk prezantuesja ime. Zana, mirëdita, përshëndetje. Përshëndetje, më vjen mirë që u takuam. Atëherë, ne do të flasim për tregun imobiliar në Shqipëri ose në Tiranë dhe pas pak do të pyes edhe për të dhënat që ti mund të kesh për të na i sjell këtu në bisedë me Griseldën. Super, do të jetë një bisedë shumë interesante. Unë do të jam gati të ndihme me çdo informacion që mund të ketë lidhje me tregun imobiliar dhe të sjell ndonjë statistike të dobishme për bisedën me Griseldën. Faleminderit Zana. Griselda, si duket ideja për të patur një zan apo një prezencë, një bashkë prezantuese të inteligjencës artificiale? Është shumë interesante në fakt e gjitha. Edhe për atë që ti nise të thoje, duke qenë se tani më kemi edhe një ministre të inteligjencës artificiale, pjesë të kabinetit. Mendoj që gjithsesi është një gjë e bukur për të parë, është shumë interesante edhe në podcast, por në tërësi ne tani më nuk jetojmë dot pa inteligjencën artificiale. Nuk është më vetëm varësi, por edhe nevojë. Në situata të caktuara është dhe nevojë. Ndihesh e rrezikuar në le të themi punën që ti bën, mund të zëvendësoj inteligjenca artificiale? Është një pyetje që bëhet për shumë profesionistë. Është patjetër që ka një rrezik në shumë profesione, por unë mendoj që inteligjenca artificiale, nëse ne ecim bashkë me të, pra nuk e konsiderojmë si një rrezik, por si një ndihmës, si një mbështetje, nuk mendoj se profesione ku kanë në bazë shitjen, emocionin, natyrën njerëzore, mund të zëvendësoj diçka të ne. Apo në këtë profesion konkretisht, po, duhet patjetër. Okej, përpara se të futemi tek çmimet, tek temat e nxehta, tek zonat më të preferuara, më thuaj pak si nisi, sepse e keni nisur së fundi, di që ke punuar në sektor të ndryshëm, si nisi puna në agjencitë imobiliare? Po, si kundër dhe ti the, unë jam e re në treg, e quaj veten akoma të re, ka disa muaj, në prill ka qenë nisja në këtë sektor. Jam dikush që ka eksperienca të tjera të mëparshme, edhe në shitje faktikisht, kështu që kjo është diçka që më ka ndihmuar patjetër që ta konsideroj këtë si profesionin tim aktual. Por mendoj që erdhi pak edhe në varësi të stadit të jetës ku ndodhem. Unë jam një mamje 2 fëmijëve të vegjël dhe në konceptin tim kishte ardhur një moment ku unë doja patjetër të bëja diçka që më jepte fleksibilitetin e kohës, por edhe të shkëputesha nga orari standard i punës, por edhe nga muret e një zyre dhe të qenurit përpara një kompjuteri. Kam dashur gjithmonë të bëj diçka që ka lidhje me komunikimin me njerëzit dhe mendoj që jam në momentin e dur dhe në vendin e dur.
të bëj atë që dua. E qartë. Në fakt është dhe një profesion që nuk është se ka lindur, sepse dikur quhej edhe, nëse mund ta them, sekser. Mbaj mend tek ushtari pa njohur, ishin një grup njerëzish që shisnin, blinin prona. Domethënë, si ka evoluar ky, sepse shumë të rinj sot, po ndoshta jo vetëm të rinj, po e përqafojnë këtë profesion. Patjetër që në vitet e mëparshme ky si profesion nuk është konceptuar, apo tregu nuk ka qenë kaq i edukuar sa që sot për mirëfilli këtë si profesion. Është parë si kundërthe dhe ti, sikur e vetmja gjë që ne bëjmë është shoqërimi, hapja e një prone, vendosja e një çelësi, por në të vërtetë nuk është thjesht ajo apo vetëm negocimi, është analizë financiare, është të qenurit aty, të psikologjisë që të kuptosh nevojat e klientit, por duke qenë se është një treg i madh dhe kërkesat janë për herën më në rritje, është edhe nevojë e të pasurit dikë që kupton nevojat e tua dhe mbron interesat e tua në fund të ditës, përkundrejt një iniciative që ti ke në tregun imobiliar, kështu që unë e shoh si një profesion shumë të rëndësishëm dhe një nevojë. Sikundër dhe ti the, u gjende në vështirësi për të gjetur diçka. Po, patjetër. Realisht, domethënë, është e vërtetë që ishin një sër faktorësh që të duhej një pozicion që ta kishe pranë disa shërbimeve apo edhe... Po sepse edhe kërkesat janë më specifike, si nga personat që kanë, sikundërisht rasti jo që kërkojnë një ambient specifik sipas kritereve tua, shumë të tjerë që janë aktualisht në treg me nevojat e tyre, patjetër që kanë nevojë të dëgjohen, të kuptohen dhe t'ju jepet një drejtim për t'i bërë bashkë pastaj kërkesë ofertën, që është ai transaksioni që të gjithë urojmë në fund të... Dua të ndalem dhe pak tek vendimi që more për të ushtruar këtë profesion. E patë mbështetjen e familjes, miqve, të njohurve për të bërë këtë punë, sepse realisht është punë terreni, është e vështirë. Është dhe punë, le të themi, kontaktesh, do takosh dhe shumë njerëz, do shkosh në shumë biznese apo objekte, prona për t'i vizituar, për të koordinuar, ndoshta edhe takimet mes blerësit, e kam nga eksperjenca. Shiko, në fakt unë kam një sistem suporti shumë të mirë, nga familja ime, nga rrethi im i ngushtë, por edhe më tutje. Eksperiencat e dikurshme të punës, realisht, më kanë lënë kontakte shumë të mira me njerëzit dhe unë prandaj besoj që sidomos të punuarit me integritet, të lënurit të emrit të mirë, kudo ku ti je, është diçka që në një moment të përkthehet. Dhe mua kjo gjë më erdhi për hir të vërtetës, pavarësisht se ishin fillimet e mia, unë e gjeta veten shumë të mbështetur, si kundërthash në rrethin tim të ngushtë, familjen time të vogël dhe të madhe, si në kontakte të njerëzve që unë kisha vite me cilët nuk kisha dëgjuar dhe gjithsesi bën share profilin tim apo më sugjeruan apo referuan kontakte të ndryshme të familjarëve, të njohurve, sepse në fund ditës kjo punë kështu është. Në fillim ti hidhesh në det, kështu që ke nevojë për suport patjetër. Është treg i gjerë. Dhe besoj që e ke mësuar nodin shumë mirë tashmë. Po vazhdoj të mësoj. Kjo është diçka tjetër që më shtyu faktikisht, sepse nuk është një punë monotone. Domethënë ti këtu nuk është që vjen një ditë dhe thua që ok, nuk kam më çfarë të marr këtij profesioni, nuk kam më se çfarë të mësoj. Dhe kjo ishte edhe një tjetër arsye sepse unë e zgjodha, sepse nuk bëhet rutinë. Sado unë e dua rutinën dhe komfort zonin, besoj si çdo njeri, kjo është një punë që mua më mban çdo ditë ndryshe. Asnjë ditë nuk është njësoj. Le të kalojmë tani tek ajo çështja më e nxehtë e bisedës. Çfarë po ndodh me çmimet e apartamenteve kryesisht në Tiranë? Po rriten, është stabilizuar, se po flitet në media që do ketë një fluck, po ndërkohë nuk po e shohim atë fluckën që të shpërthej, çmimet janë aty, ndoshta edhe me rritje të vogla. Po, në fakt është temë goxha e nxehtë kjo. Ashtu si që unë e shoh, do më thënë në gjykimin tim, unë mendoj që çmimet kanë trendin të vazhdojnë të rriten. Mbas edhe për një periudhë, po them 3 vjeçare, unë e shoh vetëm në trend rritës. Besoj që do vi një moment që mbase do ketë një periudhë qëndrueshmërie, por nuk mendoj se do shpërthej kjo fluska e famshme që të gjithë po presin, që të ketë një ulje. Të them të drejtën, mbase deri dikush presoj të ndodhi, sepse do kemi më shumë punë dhe do ketë më shumë njerëz që mbase do mbrin të realizojnë ëndrat e tyre që të bëhen pronar të një apartamenti apo të një ambienti. Por nuk e shoh të mundur nëse them me logjik të ftohtë dhe duke parë trendin e tregut.
Në fakt është interesante, kisha edhe një pyetje për se e preke pak të rinj dhe nuk doja të është e vështirë sot për një çift të rinj të blejë një apartament me pagat që kemi në Shqipëri. Unë besoj që në parim nuk ka gjëra të lehta. Patjetër që sot duke parë që tregu është rrentuar, ndaq përkundrejt blerjes së një apartamenti, po edhe përkundrejt qërave. Kështu që gjithsesi unë jam partizane e idesë që nëse ti paguan një qira të konsiderueshme dhe ja lejon vetes tënde ta bësh atë shpenzim, pse të mos rrezikosh pak më shumë dhe të marrësh apartamentin tënd, po. Dhe të paguash në fund të ditës apartamentin tënd. Pa është gjithmonë e mundur kjo? Po, patjetër. Është. Tani, mendoj që gjithë secili ka një plan të vetin, e di që jo për çdo kënd ky është, po them, një skenar që mund të realizohet, se gjithë secili ka backgroundin e vet dhe situata të caktuara që mund t'ia ndërlikojnë ose jo këtë vendimarrje, por unë mendoj që nëse është një fokus i përbashkët, i një çifti të ri, me pak suport patjetër, por edhe fundja me financim si kundër t'i the, ka mundësi që të bëhen pronar dhe të kenë një apartament të tyre. Cilat janë zonat që preferojnë më së shumti në Tiranë të rinjt, le të themi, ose pse jo dhe jo vetëm të rinjt, po cilat janë? Duhet të diferencojmë pak faktikisht dëshirat me mundësit. Nëse flasim për dëshira, patjetër që gjithë patjetër që gjithë synojmë zonat brenda, nuk po etiketoj vetëm bllokun, se patjetër bloku ka qenë gjithmonë një zonë elitare, po. Por patjetër të gjitha zonat që janë brenda unazës vogël janë synimi kryesor që ata kanë. Por që zona, po themi unaza vogël është e gjitha tani më një zonë që është patjetër goxha e konsiderueshme në vlera dhe nuk mund të gjesh lehtë një apartament për vlerat që ata synojnë, se duhet jemi edhe pak realist për atë që presim të paguajmë. E kuptoj. Në fakt kur po kërkoja, dikush më tha që kam një pronë që është përballë Skënderbeut, dhe me një herë thash okay, është pozicioni mirë dhe në fund me të qeshur më tha që është në Paskuqan. Okay. A është një zonë që po preferohet edhe Paskuqani? Po, në fakt Paskuqani ka një boom ofertash pasi po ndërtohet shumë. Po, patjetër që duke qenë se do ketë aks direkt në jo thjesht nga unaza e madhe që tani më ka ridimensionuar shumë zona rreth e qark, por edhe sepse ka aksesin direkt në bulevardin e ri edhe kjo e lehtëson patjetër që të ketë që dikush të shkojë shumë më lehtë drejt qendrës duke qenë në Paskuqan se sa të tjerë që mund të jenë mbase më afër fizikisht, por për shkak të dije trafikut apo infrastrukturës përgjithshme. Qartë, unë jo pa qëllim përmend atë të rinjt, sepse të rinjt janë le të themi ardhmja e vendit, edhe por njëkohësisht janë edhe blerësit potencial. Dhe jo pa qëllim e përmend edhe Paskuqanin, sepse mundësit janë për të blerë, por ndërkohë duket sikur ka një rënje të shitjeve, ka shumë apartamente, stok. Le të themi që kjo nuk reflektohet shumë te statistikat të paktën të agjencive imobiliare. Pysim pak Zanën. Zana, na thuaj pak të lutem se si është situata ose na bëj një panoram të pronave të pashitura në Tiranë. Sa është numri, çfarë pronash janë, ku janë? Në 6 mujorin e parë të vitit 2024, Banka e Shqipërisë raportoi se numri I pronave të pashitura në nivel kombëtar ka rënë nga 100 në 80 njësi, ndërsa çmimet e banesave janë rritur me 60.9%. Pra situata duket se po shënon një përmirësim në redukthimin e stokut të pronave të pashitura. Okej, faleminderit Zana, paske të drejtë. Paske një përmirësim. Ja pra që inteligjenca artificiale nuk të lë të gabosh, po ndonjëherë edhe ka një konfuzion shifrash, edhe ndoshta edhe informacion të gabuar. Dhe pikërisht për këtë jemi këtu. E vërtet. Unë fakt tani do doja dia pak edhe për qirat, sepse të gjitha ankohen, janë rritur çmimet e apartamenteve me qira, zonat periferike po ashtu po rriten çmimet, si paraqitet situata? Në fakt, janë rritur vërtet, domethënë apo? Po, patjetër, kjo është fakt që as nuk mund ta mohojmë dhe as nuk mund ta fshehim sepse statistikat janë, çmimet duken. Por është e vërtet, thjesht si në çdo gjë, kërkesë ofertë, për sa kohë ka një kërkesë shumë të lartë, rrjedhimisht kjo do pasqyrohet edhe në çmime më të larta, sepse është diçka që edhe vetë pronarët e apartamenteve ndjejnë. Por është edhe për shkak sepse sikundër dhe po e ceknim pak bashkë, është diçka që janë rritur vërtet edhe standardet e apartamenteve që ofrohen në treg. Është rritur edhe kosto e jetesës realisht, sepse vin zinxhir gjitha. Patjetër.
por sekundër po thoja, në zona caktuara kanë një target group persona caktuar. Pra pavarësisht dëshirës që mund të kemi ne për të jetuar në blok, nuk mund të na lejoj xhepi të gjithëve të jetojmë në blok. Kështu që rrjedhimisht një farë diferencë në çmime nga një zonë tjetër do ketë. Okej, nuk jetojmë dot në blok, po përballë bllokut mund. Pra, duhet të them që Komuna Parisi tani më është edhe më shtrenjtë ndonjëherë se bloku. Se bloku, po, vërtet? Po, për shkak edhe të aksesit të shpejt. Ka ndryshuar pak edhe le të themi stili i qiradhënies. Nuk shohim ka sigurisht që ka edhe apartamente bosh, por ka filluar edhe ajo mënyra për ta mobiluar, për ta reduar nga brenda, për ta dhënë me një qiran ndoshta pak më të lartë, për të përfituar pak më shumë. Në fakt, kush e mendon kështu dhe në përgjithësi pronarët që bëjnë investime të konsiderueshme në apartamentet e tyre në pjesën e mobilimit, normalisht e shohin pikëparë si investim në pronën e tyre, si ju rrisin vlerën, por edhe sepse kuptojnë që dikush që ka potencialin, po them, të paguar 1.000 euro qira mujore për të jetuar në liçenin e thatë fjala bie, është dikush që nga ana tjetër kërkon një standard të mirë jetese, kështu që nuk po I paguan kota të para dhe rrjedhimisht duhet të bëjë një investim të caktuar dhe goxha të konsiderueshëm në vlerë. Tani do të tërheq pak vëmendjen, ndoshta jo ty direkt, po disa kolegëve, s'dua të them një term të këqij, po pak hileqar. Kam vënë re në për shtylla, në për mure, që prap nuk është e lejushme që ti të ngjitesh afishe, njoftime, jepet me qira ku diun, dhe realisht janë të grisura vetëm aty tek numri I telefonit. Po shiko. Kush I gris to? Konkurrenca. Po shiko, unë mendoj kështu. E para, dikur ka qenë diçka normale në fakt, sepse edhe po them tregu, njerëzit në përgjithësi nuk kanë qenë shumë të edukuar me bashkëpunimin me agjencitë, dhe I vinin këto, edhe vetë pronarët I vinin afishet, numrat e telefonit ose jepet ky apartament me qira dhe ti e kishe shumë më të lehtë ta aksesoje një apartament. Po tani më dihet që të gjithë bashkëpunojnë me agjenci, pra ti një pronë të caktuar, nuk e gjen të hedhur në një sistem vetëm me Griseldën, po them, po e kanë edhe 10 apo 15 agjenci të tjera. Kështu që rrjedhimisht është luftë për mbijetesë. Agjencitë mes njëra tjetrës, nëse shohë numrin tim do ta grisim, sepse gjithsesi mbetet një formë marketingu për hir të vërtetës dhe tradicionale. Po, tradicionale, sepse pavarësisht se ne jetojmë kohën e teknologjisë, ka njerëz që vërtet nuk janë të përditësuar dhe shpresojnë ta shohin një numër telefoni ose një afishë të vendosur diku dhe të kontaktojnë. Është gjithsesi një mënyrë marketingu që vazhdon të funksionojë. Po mirë, po si I gjen klientët ose pronat, si lidhesh me strukturat? Është e vështirë? Përpos faktit që gjithsesi sikundër thash kam patur këtë sistemin e suportit tim goxha të konsiderueshëm dhe ndihem shumë e fat, unë jam pjesë gjithsesi një brendi ndërkombëtar që ka një reputacion të caktuar në treg dhe patjetër kjo na ndihmon që ne të përzidhemi për të bashkëpunuar, ndaç për blerje, ndaç për qira. Kështu që kemi goxha qarkullim klientësh, ndaç nga ana si pronar apo domethënë si për ofertë si për kërkesë. Unë të pyeta pak në fillim bisedës, po me qenë se jemi këtu duhet të pyes pak, është e vështirë që për një femër, pra sidomos për një nën me 2 fëmijë, ndoshta jeni detyruar që të punoni edhe pa orare, edhe në orë të pasdites, në varësi edhe të kërkesave të klientit, sepse realisht shpeshherë njerëzit thonë duat ta shoh pronën pas dite, pas orës. Është pak e vështirë kjo pjesë? Ne mundohemi shumë të para kualifikojmë, po them, si personat që kanë ofertën, kanë apartamentin apo ambientin, si personat që kërkojnë të bëjnë një shoqërim të caktuar. Unë mundohem shumë të para kualifikoj dhe të jem sa më e organizuar. Patjetër që ka situata të caktuara kur është prioritet dhe është urgjente që unë të jem në një vend caktuar dhe patjetër që do jem aty. Por në përgjithësi mundohem ta organizoj. Pastaj ajo që është e pa kohë dhe e pa orë, në fakt është telefoni, sepse aty gjithsesi ti je gjithkohës, pothuajse, jo thjesht për të postuar, por edhe sepse dikush merr telefonin darkë, shef një pronë. Po sepse pavarësisht se nuk duket shumë okay nga ana tjetër, ai një person në atë moment mbase sa po shkthyer nga puna, ka pasur një ditë shumë gjatë, nuk ka pasur mundësi të shoh më herët, kështu që rrjedhimisht aty e ka gjetur mundësinë që po them që të kontaktoj. Okej, do ndalemi pak, sepse unë thash që podcastin do ta sjell në një formë ndryshe. Me Griseldën do të ikim për pak minuta dhe do të kthehemi sërish këtu.
E kemi lënë për pak minuta komoditetin e studios podcastit dhe kemi ardhur në terren sepse këtu është puna e vërtet bashkë me Griseldën. Si quhet kjo zona? Ne jemi në rrugën Dritan Hoxha, shumë pranë me Unazën e Madhe, gjë që e bën një zonë shumë lehtë aksesueshme. Kemi një pronë shumë ekskluzive që trajtohet dhe kemi vetëm ne në zyrën tonë. Është një pronë ekskluzive dhe për shkak të hapësirës së madhe që ka, por edhe sepse thith shumë biznese. Jemi fiks tek Sheshi Shqiponja për të koordinuar. Është një pronë për biznes, ë? Është ekskluzivisht për biznes, e dedikuar dhe e menduar. Është një zonë kjo që kërkohet nga biznesi, nga familjarët, nga kush frekuentohet më shumë. Zhvillohet si zonë? Duke qenë edhe shumë afër autostradës Tiranë-Durrës, normalisht shumë biznese dhe këtë ka dhe fokusin kryesor, target grupin kryesor, shumë biznese mund ta përdorin si një mundësi shumë të mirë për showroom, mund edhe pse jo të jetë për një lloj tjetër biznesi tip klinikash dentare ose banka të caktuara, pikërisht sepse është një zonë goxha e banuar dhe lehtësisht aksesueshme nga anë të ndryshme. Për çmimin do të pyes lart pasi të shoh pronën. Do ta flasim. Vazhdojmë, faleminderit. Lutem. Hyrja në fakt është edhe këtu siç po. Pas ka dhe shkallë dhe ascensor. Po, shkallët janë goxha të bollshme. Pas ka dhe piktura. Po. Kati dytë ishte? Kati i parë biznes. Biznes, po. Okay. Kati i parë për bizneset. Po, jemi fiks këtu. Ka shumë. Domethënë këtu duhen shumë lek për ta mbushur. Imagjinoje pak për ta marrë, ë? Siç po thoja, ata që normalisht mund ta kenë në fokus një pronë të tillë janë bizneset caktuara që jo thjesht kanë potencialin ekonomik të paguajnë një qira siç kjo pronë kërkon, por edhe sepse ka nevojë për një hapësirë të madhe për të qenë një showroom ose kanë ose ndoshta një call center, po tani call centerat kanë filluar dhe një call center janë tërhequr pak nga tregu shqiptar. Jo vetëm për atë, por personalisht edhe si dikush që ka punuar dikur në të tillë sektori dhe jo të gjithë janë ashtu siç mbase ti po mendon. Ata që ofrojnë shërbime gjithsesi duke pas parasysh që punësojnë një numër të caktuar personash, kërkojnë zona që janë akoma dhe më në brendësi të qytetit, të kenë edhe pak më shumë reputacion, pse jo, të lokacionit, por edhe për takime të jenë më lehtësisht arritshme. Sa metra është e gjitha kjo? Kjo është 625 metra katror. 625 metra katror. Domethënë këtu mund të bësh çdo lloj biznesi. Edhe sa është metri i qiras këtu? Pjesa më e rëndësishme. Kjo ka dalë faktikisht në çmimin 7.000 euro në muaj, si qira, po. Prit tani. Se këtu ka dhe i gjë tjetër, bruto, neto, unë se kuptoj asnjëherë të diferencën, bruto, neto, kush e paguan taksën? Normalisht, një biznes ka detyrimin fiskal që ti deklaroj shpenzimet e veta, kështu që dhe 15% që shëtatohet në rastin e kësaj që normalisht i përket pronarit, është një vlerë e konsiderueshme, sidomos kur flasim për prona të këtij kalibri, po them. 7.000 euro, 15% i bie diku ke 1.000. Ja, do të ta jap me një herë. Do të ta jap me një herë si informacion, por e kemi 7.000 euro bruto, kështu që lajmi i mirë është se nuk keni shpenzime të tjera ekstra për të llogaritur. 15% që ne paguan pronarin. E shikojmë, po diskutojmë për detajet e vogla, ndërsa këto nuk janë dash të vogla. Në fund muaj që vjen muaji i shpejtë i qiras. Është e vërtet. Gjithsesi kjo është një pronë që siç thash, është ekskluzive jo vetëm për nga çmimi në muaj që paguhet për qira në ambientit, por edhe sepse është një hapësirë konsiderueshme që kërkon një tipologji të caktuar klientësh. Për shembull, siç është Kati Posh, ne kemi dhënë parapakosh me qira që është një kompani goxha e njohur në treg që ofron hidrosanitare. Pra, pak a shumë për të kuptuar tipologjinë e klientit që mund ta ketë këtë në fokus. Ose mund të jetë, siç po thoja, sepse tani më janë shtuar shumë edhe klinika ose laboratoret mirëfillta që mund të kërkojnë një hapësirë akoma më të madhe, që të jetë edhe qendër diagnostikimi, por edhe pse jo të kenë hapësirë në një laboratori ose mund të jetë edhe një klinikë dentare e madhe që përfshin të gjitha fazat e ekzaminimit apo të punimit. Kjo është menduar të lëshohet me qira kështu siç është, pra. Domethënë ka një investim fillestar. Ofrohet në këto kushte që është. Normalisht ka disa kushte, duke qenë sepse është një biznes i konsiderueshëm, një hapësirë konsiderueshme ka kusht që të ketë një kontratë 5 vjeçare. Përpara se të ikim përsëri në studio, doja t'i thoja të gjithë atyre që po na ndjekin, nëse jeni të interesuar për një pronë të tillë, po e bëj. Më kontaktoni. Griseldën, po e bëj mirë, po e bëj mirë punën. Jemi shumë mirë. Faleminderit. Griselda, faleminderit. Kthehemi prapë.
Interesante në fakt, është akoma kjo pronë? Po, vazhdon të jetë në treg, vetëm se duhet theksoj edhe diçka që harrova ta cek më përpara, që për ta mbritur atë si marrëveshje kemi një kusht që kontrata duhet të jetë minimalisht 3 vjeçare. 3 vjeçare. 3 vjeçare, po. Okej. Si po ecën, le të themi, tregu imobiliar në aspektin e bizneseve? Ka kërkesë? Po, patjetër që ka. Normalisht ka një target group shumë më specifik dhe po themi një treg pak më të ngushtë. Ama janë në përgjithësi po them klientë që dinë se çfarë kërkojnë shumë të qartë. I kanë ide të qarta. Janë me ide shumë të qarta, por rrjedhimisht kërkojnë më shumë kohë për tu realizuar dhe për tu gjetur fiks ajo çfarë ato kanë në mendje, sepse normalisht në varësi të tipologjisë biznesit që kanë, duhet gjetur fiksa ajo që përshtatet me nevojë. Unë thash pak aty që duhen shumë para për ta duhen shumë para për të nisur një biznes. Patjetër. Shiko, është pak relative kjo, varet gjithmonë nga çfarë ide biznesi ke, por unë mendoj që në varësi të asaj çfarë ti do ushtrosh dhe sistemi tënd të suportit, patjetër që shihet edhe për çfarë ti mund, diku do bësh një kompromis të vogël. Kështu që e shohim rrugës pastaj se ku i bie që ti përkas kompromisin. Cilat ambiente janë më të vështira për t'u dhënë me qira? Ato të mëdha. Të mëdha si kjo, Paka shumë si kjo, po, paka shumë si kjo. Ka një kërkesë të lartë për struktura për bizneset apo? Po, patjetër që po. Janë thjesht sekondër po thëja, janë shumë specifike dhe për t'i realizuar kërkon një kohë më të gjatë, sepse të duhet të bësh një kohë më të gjatë kërkimesh, por edhe një parakualifikim shumë të mirë të kërkesave të vetë klientit. Por që janë prona që patjetër kanë treg edhe kanë goxha. Ta pyes pak. Po, patjetër. Zana, të lutem, më bëj një panoramë të shkurtër se si është kërkesa për njësi biznesi në raport me vitet e kaluara për këtë vit. Në vitin 2025, kërkesa për njësi biznesi në Tiranë është ndryshuar varësisht nga zonat. Për shembull, Pazari i Ri është bërë një qendër e rëndësishme gastronomike dhe kulturore, duke tërhequr biznese kreative si restorante dhe galeri arti. Ndërkohë, rruga e Kavajës mbetet një arterie kryesore tregtare me dyqane mobilesh dhe restorante që tërheqin shumë klient. Këto ndryshime tregojnë një diversifikim të kërkesës për hapësira biznesin e qytetit. Faleminderit Zana. Interesante. Shumë. Është shumë interesante vërtet. Po, okay, ndalemi pak tek pozicioni ose profesioni i agentit imobiliar. Pse ka shumë agent imobiliar? Është një punë që paguan mirë, përveç komoditeteve të tjera, pra që siç e përmendëm më përpara, fleksibiliteti. Është ndër profesionet më të mirë paguara, sepse është diçka që varet vetëm dhe vetëm nga përkushtimi dhe aftësitë tua shitse. Pra ti nuk ke një limit maksimal, ke një limit minimal që është 0, pra nuk do të çosh asgjë atë muaj në shtëpi ose nuk do kesh asgjë në xhep, por me përpjekjet e duhura, me përkushtim, ti nuk ke një limit se deri ku mund të shkosh. Kështu që mbase kjo është edhe arsye kryesore sepse po zgjidhet ka shumë, sepse duke qenë se ka shumë treg. Meqense po fokusohemi te Tirana, ka shumë treg Tirana, ndaç për qiranda, ndaç për blerje. Dhe rrjedhimisht dihet që do ketë punë. Do ketë punë. Kështu që e shohin në këtë drejtim, besoj. Sekondër kam parë dhe unë patjetër. Shpresoj që tani që na dëgjojnë shumë njerëz do doja le të themi që të merrja nga ty 3 këshillat për dikë që kërkon të marrë një apartament me qira apo të blej një pronë. Patjetër që unë uroj që gjithë secili që e ka në pikësynimet e veta patjetër të fokusohet dhe të gjej rrugën për ta realizuar si që. Por unë mendoj që sidomos sot në mënyrën se si tregu funksionon, sidomos kush blen shtëpinë e tij të parë, e rëndësishme është të jetë realist, të vendosi cilat janë vërtet nevojat pikë së pari, sepse si kundër thash nevojat dhe dëshirat jo gjithmonë ecin bashk, por edhe të ketë ide të qarta. Okej, unë të falenderoj, ishte një bisedë ndoshta shumë e nevojshme, shumë frytëdhënëse dhe shumë informative. Gjithashtu dhe për mua. Le të shërbej edhe si një motivim për shumë të rinj që ndoshta nuk e gjejnë veten në një pozicion pune dhe mbase mund
mund të eksperimentojnë Është treg i gjerë, por ka vend për gjithë, Ka kështu që vend për të gjithë. patjetër. Okej, faleminderit që ishe ftuara ime e parë dhe ishte shumë kënaqësi realisht që të diskutonim për këtë temë. Edhe për mua, uroj të të prije mbara dhe ty. Faleminderit dhe ty Zana që ishe me ne në këtë podcast. Sigurisht, jam këtu për të ndihmuar shumë gjatë podcastit dhe për të ofruar çdo informacion që të nevojitet. Faleminderit dhe shpresoj që të dëgjohemi në podcastin e ardhshëm. Mirë, atëherë ky ishte edhe podcasti im i parë me Griseldën edhe me Zanën. Morëm shumë informacione për sa i përket se çfarë po ndodh në tregun imobiliar në Shqipëri. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Shihemi në podcastin e ardhshëm dhe mos harroni që të shkruani në komente për temën që ju doni që të diskutojmë dhe pse jo të bëni dhe subscribe. Faleminderit që na ndoqët.